pjesë ndryshe. Tani çfarë gatuajmë? Ku do shkojmë tani? Pra ne po të duam, mund t'ja vendosim emrin edhe Kim, qep domate vezë. Qepën ju po të doni për një rrethore, po të doni në të kutës që janë prerë gjithmonë historikisht, ndërduar të gjysheve tona të tillë. Tek qepa, shtojmë një prekje sheqer. Kaq, unë i kam shtuar ujë dhe tani ju e pat që shtova krip sepse qepa do bajagi kohë që të bëhet. Ila, filloj me domatet. Tërheqi dhe një keshën time që s'më lë në baltë asnjëherë. Në katërsh dhe një larje shumë e mirë këtu, sidomos tek lulja. Unë nuk e hedh lulën, s'kam ndërmend po, sepse gjithçka këtu është. I shtoj dhe për t'i dhënë atë shijen e duhur, ju tashmë e keni mësuar, që unë shtoj spec, por jo se panxhari do t'i bënte dëm, pra gjithmonë shtojmë shije që i shkojnë. Tani që tregu dhe sezoni ka bollëk me fruta perim, është gjënat mos i shfrytëzojmë. Shtoj dhe pjesën tjetër. Sërish, derisa edhe një përzgjerje të duhur. Do të shtoj thelpin e hudhrës brenda, opsionale. Patjetër që opsionale është edhe speci në bazë të dëshirës dhe preferencës që ju keni. Largoj farat. Patlıgjani është mishtor, i tult, i jep shije plore vlera, pastaj që për vlera është bëm fare. Gjëja e parë që rëndëtëm më për të preferuarit në kuzhinë, speci sidomos kuq. njerëzit duhet flasin ku kanë gjithmonë probleme. Njerëzit që s'kan pas probleme dhe i thonë në tym, për mua është një zero me xhufk. Ti e kupton vetëm kur ti ke problemin tënd, kur ti shikon ndryshimin tënd, dhe sidomos në ditët e sotme që vërtet është ky problemi shumë i madh. Jo tumoret, jo gjiri. Është gjëja më e mirë që ne të përdorim specin, këtë specin e tult, këtë specin mishtor. Jap, po, unë e kam përdorur goxha. Jap një... Jo, është në variantet e specave është më antioksidusi që ka vitaminën C më të përshëndruar. Dhe besoj se është e duhura. Pra, ja imponojmë vetës dhe nëse ne nuk duam diçka për shembull, ja imponojmë vetës që në mënyra të ndryshme ne ta konsumojmë. Sepse ushqimi është ilaç, nuk është thjesht një kënaqësi apo për të përmbushur nevoja ditore të organizmit, të urisë dhe mjafton ta shikosh për të konsideruar. Duke e parë ushqimin si ilaç, ne dim të zgjedhim çfarë të ham. Tani e lëm të qëndroj të plotësohet masa e kimës, qepe dhe domate bashkë me specin e kuq. Bëjmë një erdhëm, përsëri vazhdojmë me recetën tonë. Fillimisht tani prezantojmë anvisat me përbërësit e kësaj forme të kimës, siç e përmendëm ne, me qep, me domate, me vezët tona Ovital. Ja e shohim së bashku me 1 kilogram qep të thata, të cilat sigurisht do t'i kaloni në vaj ulliri, do t'i zbusni 2 filxhan kafeje me vaj, 2 domate, 1 lugë gjelle salcë, 1 dafin, 4-5 vezë, krip, piper i zi. Dhe në klapa, të themi, për të marrë këtë ngjyrën e theksuar të kuqe, tek domatja, mund të grini kur ta kaloni në grisën e qepës, kaloni edhe specin. Tani të shtova dhe specin e kuq pluhur, paprikën.
një përzierje dhe jap atë ngjyrën ideale si çdo ta ketë çdo gatim i tillë. Shtoj, krip. Pakës krip lë për tek vezët sipër. Shtoj piper. Shtoj dhe pakës vaj, se vajin e kam vendosur me racion. Edhe, ja. Tani. Është baza. Mirë, avash. Ne mund të vendosim edhe të bëjmë shtratin vezëve. Tani e llogarisim për sa persona gatuajmë, 1 ose 2 kokra vezë. Pse me shtrat? Mund edhe t'i çajmë. Ta bëjmë si me shtrat sepse mendova që kam një gjë tjetër me shtrat. Kam një gjë tjetër. Edhe po t'i bëj të dyja njësoj do duket sikur unë po ekzekutoj të njëjtin gatim. Ne përdorim vezët Ovital, një nga produktet shumë të shëndetshme për të nisur mëngjesin, për të zëvendësuar dhe për të marrë proteinat gjatë ditës. I sjell kompania në paketime të ndryshme, të vogla apo të mëdha, pakës piper. Dhe një trazim i mirë i tyre, një shpërbërje që do të kaloj, ata shohin dhe nga afër, e shohim kur të hedhim vezët, që të bëjmë gati planin, që të shohin dhe anvisat pak nga përzierja. Do të mpiksen vezët dhe receta është gati. E trajtuar me erzat. Po duam ne, ju shem dhe djathë, por djathë bardhë. Të thërmuar. Djathë bardhë. E lë, paksa, më pas unë do t'i shtoj dhe bimët aromatike. I largoj. Qa do shtojmë nga bimët? Tu kemi koper, kemi majdanos, kemi mente. Unë t'i përdorim Majdanos do t'i shtoj, i vë kapakun. Në fund fare. Një bolshëm. Një tufë të bolshme. Pjesën tjetër më duhet. Këtu imët. Do të për pjesën tjetër, ajo? Ne bëjmë gati, e lëm aty, të mpikset mirë veza dhe pasi të jetë përgatitur, të kenë marrë aroma dhe një freskim i domosdoshëm ky për sasinë e vezëve, aciditetin, nuk e di, aty aromat janë pak të forta, majdanozet tani e zbutat aroma. Përse jo? Ja, ishte i qik djathë. Djathë bardhë, tuam ne, djathë kaçkavall, unë kam kaçkavallin të shti, me thënë drejten, jam duke i shtruar një masë të tillë. Mund të përgatisni një vakt të shpejt, një kim. Të keni dhe i kjo është nga ato receta që ngjyjmë. Mirë. Aty na çon kjo recetë. Dëgjoj, kjo është gatim siç kanë këto nachot me meksikane. Ja, kjo është. Vetëm sa do jetë shumë erëzat. Por jo të gjithë. Në varësi kush ka probleme nuk mundet t'i shtoj. Dhe, ati vë kapakun. Ma, bukur fort. E lëm. Edhe kima është gati, paska që në nxetë. është bërë me blum piruni, prandaj. E cila mund t'jetë, pra kjo kim, mund t'jetë për një vakt mëngjesi, mund t'jetë për një vakt dreke, ka proteinat, ka perimet aty. E shojmë dhe një herë recetën të shkruar, një kim me qep dhe me domate. Ka dhe vezë, 4-5 vezë, ose në varësi të antarve që ju jeni në familjet tuaja, kim me qep, domate dhe vezë. Shifni sa e thjeshtë është. Ju duhen qep të thata, i grini në copëza të vogla dhe më pas i kaurdisni, i zbusni në vaj. Do të keni 2 filxhan kafe e vaj gjisej, 2 domate dhe 1 lugë gjelle salcë, po doni shtojni dhe piper të kuq. Tek domatja shtuam dhe një spec të kuq, të tult, për t'i dhënë një ngjyrë më të theksuar të kuqe. Një gjethe dafine për aromë, 4-5 vezë të cilat i rahëm, nuk i shtuam njëra pas tjetrës, por thjesht i përzijem, i shpërbëm ato dhe i bashkuam me qepët dhe domatet. Kri piper të zi për rregullimin e shijes dhe po ashtu majdanoz për ta thyer ekuilibruar paksa aromat e forta që vinë dhe aciditetin e sigurisht.
për t'i dhënë këtë ngjyrën e bukur. E vendosëm në furr, qëndroi për 10-15 minuta dhe është gati për ta shijuar, për ta servirur tek ju. Ja në këtë formë. E ndani pastaj në 4 pjesë dhe e shijoni, shtuam edhe djath apo jo. Djath të bardhë ose djath të grirë, të butë, e përmirëson dhe shton shijen. Pastaj eksperimentojmë se kuzhina direkt është një lloj guximi, kreativiteti, aventure, një laborator produktesh. Receta të ndryshme për t'i moderuar, për t'i sjellë në forma të ndryshme. Mjafton të eksperimentojmë, të guxojmë dhe të provojmë shije të reja në kuzhinën tonë.